Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një recetë shumë të veçantë. Janë petka të përgatitura ndryshe, me një salcë kremoze panxari që të mahnisin si me ngjyrën ashtu edhe me shijen. Petkat që kam përgatitur në këtë recetë janë nga kompani Lunxheria, cilësi e shkëlqyer dhe perfekte për çdo recetë. Fillojmë nga puna. Më parë un kam zier 2 panxar, i pastruam nga lëkura dhe i grim duke i kthyer në pure. I vendosim në blender. I kemi gati. Po në blender do fillojmë të shtojmë dhe përbërës të tjerë. 2 thelpinj hudhër, kam marrë gjysmën e një limoni. Limoni është ai që jep një ngjyrë shumë të bukur salsës. Shtojmë diku te 250 gram me kos normal ose kos grek. E rregulloj me krip, piper të zi dhe të gjitha së bashku i kthejmë në krem. Nëse nuk keni blender, pare mirë mund t'i bëni krem edhe me frulator. Masa është kthyer në krem. Salsa tashmë është gati. E vendosim në një tigan të thellë, duke e vendosur në zjarr. Këtu kam petkat. Gjenden me këtë paketim, unë po përdor petkat Lunxheria. Së fundmi kanë dalë në shitje. Në ujë të vëlluar kam shtuar një lugë me krip, vaj ulliri, një lugë vetëm dhe 400 gram me petka. Do t'i ziejmë vetëm për 2 minuta. Natyrisht që gjatë kësaj kohe duhet i përziejmë her pas here. Petkat tashmë janë gati, edhe salsa ka filluar të ziej. Në këtë moment mund t'i shtoni vaj ulliri ose gjalp. Me gjalp po i përgatis unë. Por edhe me vaj ulliri dalin super të shijshme dhe të shëndetshme. I shtojmë gjalp. I përziej mirë derisa gjalpi të shkrijë plotësisht. E kontrollojmë për krip, nëse duhet me krip ja shtojmë. Fillojmë të shtojmë petkat e ziera. Si e kemi këtu salcën në zjarr, shtojmë edhe petkat. Duke i shtuar dhe duke i përzier. I përzi. Vazhdojmë të shtojmë edhe pjesën e ngelur. E fikim zjarrin. Dhe petkat tashmë janë gati për të shërbyer. Në fakt unë arrat gjithmonë i shtoj tek salsa, por sot harrova, ndaj do t'i vendos sipër pjatës. I shërbejmë kështu të ngrohta, duke i shtuar arra sipër dhe gjethe borziloku. Dhe ja ku i kemi petkat tona. Janë petka kaq të buta, si e shikoni nuk janë as pak të ngjitura dhe me një shije fantastike. Kjo recetë jo vetëm që nuk të lodh dhe përgatitet në një kohë shumë të shkurtër, por është një kënaqësi e vërtetë. Faleminderit që qëndruat me mua. Me dashuri nga kuzhina ime.